Përderisa e kishte shpërndar ambasada amerikane në Tiranë pjesën e minimit të procesit zgjedhor, duket që ka një mesazh të fshehur të paktën në aspektin Po mirë, po ne duke ngritur ne dyshim duhet të bëjmë fillestar. amatorin. Ne duhet të bëjmë edhe naivin, e kupton? Unë do bëj naivin tani, pse? Unë mund të bëj të zjutin, pse të bëj të zjutin? Se kur bësh i zjut, je budalla. Kur bën budallajn, je i zjut në Shqipëri. Ky është realiteti. Pra do të them, unë nuk mund të bëhem i zjut. Do të jem budalla. E kupton se vlerësim në Shqipëri ka budallaj, jo i zjuti. Dhe unë tani e marr me aspektin e naivit. Mirë. Qa do të thoshte autori? Ah, sa bukur reagoj. Kaq. E mbylla unë, reagoj ky, nuk ka rëndësi çfarë thot. Këto fjali që the ti nuk më kanë fare vlerë për mua. Po unë ç'a them? Po çfarë sekreti fshihet pas këtyre gërmave, fjalive, paragrafeve që lëshon ambasada amerikane në Tiranë? Por për ty edhe për mua as bëhet fjalë, por për popullin shqiptar as bëhet fjalë, por normalisht për klasën politike dhe sidomos për Edi Ramën. Sepse unë nuk e komandoj policinë e shtetit, unë nuk e komandoj prokurorin, unë nuk komandoj institucione shtetërore. Pra do të thot që diçka fshihet këtu. Dhe sekreti është që Rama e di shumë mirë çfarë ai po i thot atë për te oqeanit. Do të them edhe diçka tjetër. Ai për te oqeanit bëri diçka të mirë. Shiko, është edhe një sekret tani këtu, ose edhe një bombë, që në një moment Rama do ftohet në shtëpinë e bardhë. Po e di bombën. Por në të njëjtën kohë, Rama duhet të mendoj mirë çfarë ka thënë në 2016 në CNN, kur ka thënë që ai është një person i tmerrshëm, i rrezikshëm. Dhe në të njëjtën kohë, Rama duhet të shikojë që Trumpi këfton në shtëpinë e bardhë, i tregon edhe një videon si një afrikani që i tha Afrikës së Jugut, presidentit e Afrikës së Jugut. Po, i tha, o shoku i tha, hape pak atë televizorin aty, shikoj që bëj ke bë me fermerët, pse ti diskriminon të bardhët atje? Edhe ja tha atit, si ishte ai, shkreti, se kuptuam që ngjyrë kishte, po pavarësisht ngjyrës të jashtme, u duk që ai s'dinte çfarë artikulonte pastaj. Edhe Ramës do të thotë, o vëllai, shikon çfarë bëhet aty në Shqipëri, më çajën këto gjëra. Po mirë, tani, i thotë atit se kështu. I thotë. Po mirë, çfarë është kjo video këtu që ke folti për CNN për mua? Po unë të dukem kështu ty? Edhe e pyet Ramën dhe i thotë, më fal, pa ato kuotat vjetore në NATO, ai pagon rregullisht apo i çekin i borxhli edhe jo. Prandaj kjo është situata në vendin tonë, kjo është situata zoti Rama, këto me Gonigal, këto që më thotë ja si gjosja. Ju keni përmendur më parë një listë prej 69 emrash, të cilët mund të listohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të shpallen non grata, ku mund të përfshihen jo non grata. Jo non grata. 69 emra, të cilët janë në një listë dhe secili prej tyre do marri përgjigjen e dur, po jo non grata. Pra do të thotë, unë normalisht mund të refuzoj vizën ty, po nuk të shpall non grata. Po, në raport me ato që ka bërë. Po nuk të shpall non grata. Për shembull, pas 10 vitesh ti mund të aplikosh dhe ta marrësh vizën, ose pasi unë ta kam refuzuar mund ta jap ty vizën, po jo non grata. Ku s'kam thënë fjalën non grata? Kam thënë që këta individ janë me shënim dhe shënimi se cili e ka për gjën e vet që ka bërë. Por ama këto 69 veta nuk do t'i çohet njoftim si bëntëm përpara disa shtete, mos themi emra tani, se ama po i morëm të gjithë me radhë, ama e kemi kohë. Por puna është këtu, do të çohet mesazh në aeroport, pra në moment kur të futen. Po, duke qëndruar pikërisht kësaj linje që ju keni shprehur dhe më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe vetë sekretari Marco Rubio e specifikoi një gjë të tillë, duke thënë që çdo kush që del kundër interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra qoftë edhe një shtetas i huaj, pra
në Europë apo kudo që tjetë, S'ka do të merret masa ndaj tij. Në këtë rast, sa rrezikohen elementet të tillë, po themi nisur nga lista për 69 emrash që ju keni përmendur, dhe sa rrezikohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që të goditen në raport me atë çfarë kanë bërë, përfshirë këtu politikan, biznesmen, gazetar, edhe gjyqtar dhe prokuror të cilët e kanë kaluar përfaqësues të fushave të tjera. Po, sidomos shiko ç'a ndodh tani, kur kaluan vettingun këta gjyqtarët e famshëm që kemi sot në sistem, të gjithë menduan se derisa e kaluan dhe kanë amerikanët nga mrapa, këta menduan sikur kanë Amerikën të gjithë nga mrapa, kupton? Edhe kaluan. Por tani Amerika kujtohet dhe thotë, më falë zotëri, këta kanë një asistent, po ju lutem na thoni pak këto gjyqtarë që keni ju dhe prokuror, a janë ashtu siç janë apo janë kështu sapo i ka kalu këto i kanë bërë thjesht një pastrim, një shidim, një kështu, një lavazh. Edhe thoshin, shiko, na jep disa emra që ti kemi parasysh dhe ti shikojmë, ti kontrollojmë pak. Edhe emrat janë dhënë. Tani unë se di kush i ka dhënë çka ka dhënë, është çështje e tyre, nuk e di, nuk merrem me këto gjëra. Dhe unë di shumë mirë që aty ke politikan, ke oligark në aspektin që vjedhin, nuk ke pushtetin ekonomik. Pra, a hajdut, pra do të thotë që ai, për shembull, është për të bërë një shërbim, ai nuk e bën kurrë të shërbimin dhe gjithë lekët i merr i fut në xhep. Ai është hajdut oligark. Por ai tjetri që është pushteti ekonomik, që merr tendera, edhe bën shërbime dhe fut njerëz në përpunë, këto nuk ka problem. Ai është shumë okay në punën e vet. Po që është pushteti ekonomik. Oligark është ai që merr edhe fut vetëm në xhepin e vet dhe nuk pyet, nuk bën shërbime asgjë. Pastaj në një diskutim kur më kanë thënë se s'kam marr pjesë unë, është folur për vettingun dhe se si këta të vettingut që është bërë pastrimi kanë kaluar dhe qëndrojnë sot në karrike. Dhe ajo çfarë është thënë është kjo, që po ekziston pastrimi, por pastrimi i gabuar dhe i qëllimt i gabuar, që do të thotë komisioneri që ka qenë atë lart ka qenë tashuar pranë partisë në pushtet. Dhe kjo nuk është as e them. I është treguar që kanë qenë disa komisionerë që kanë qenë kandidat me një parti politike, i është treguar që disa prej tyre kanë nepotizëm në kuptimin që kanë familjarëve të tyre në institucionet të pushtetit ekzekutiv dhe jo të pushteteve të tjera të cilët janë të pavarur në kuptimin figurativ, kanë kuptuar që diçka nuk shkon mirë, kanë marrë detaje aq sa duhet, nuk është se do t'i godasin të gjithë në mënyrë të menjëhershëm, sa ata po netën pushtet 4 vite atë në Amerikë, normalisht do bëhen zgjedhje dhe s'dihet kush do vi pas atyre, por ajo që unë di shumë mirë është kjo, që përfshihen politikan, të cilët nuk është se do t'i shkoj letra ashtu si shkonte përpara, ata në rast se do t'ikin në Amerikë, atëherë do t'i thotë futu ose rri jashtë. Po kur të rrish jashtë, ose do ikësh shoqërosh në një zyrë tjetër, edhe aty do hapen procedurat për ty, ose do kthesh me avion i jashtë, pra duke u kthyer në vendin tënd.